Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në United Talk Podcast me URF dhe mua Elisa Koçaqi. Sot do flasim për artin dhe për të rinjt. Kemi kënaqësinë dhe nderin të kemi të ftuar sot Enea Trinin. Përshëndetje Enea, mirë se erdhe. Përshëndetje, hajsi. Enea, trego pak për veten tënde. Ço flasë për veten është çik ndjesi e çuditshme, por që thjesht ti referon veten si një artist. Kaq mund të them. Pastaj pjesa tjetër mbasi do dalë gjatë bisedës. Si lindi interesi për artin dhe aktivizimin rinor? Shiko, arti është vokacion i brendshëm. Çfarë do të thotë? Do të thotë që në një farë forme ka qenë gjithmonë me mua. Më ka ndihmuar vazhdimisht të shpreh veten, edhe kur nuk kam ditur të referohem gjërave siç duhet. Mendoj që është një dritare e mirë për të eksploruar në të gjitha format e mundshme. Them këtë sepse merr parasysh një shoqëri të tillë është e vështirë që ti të merresh me një gjë të cilën gjithë e sulmojnë në një farë forme. Arti ka një qasje jo shumë të mirë në sensin e masës, dhe është njohur gjithmonë si një specifike, një kategori e pak më elitare, si thoj. Por nuk e mendoj kështu, mendoj që arti është për gjithë, mendoj që gjithë kemi nevojë për art, mendoj që gjithë kultivohemi me art në forma të ndryshme, dikush në nivele më të mira, dikush më pak. Por njeriu e ka të domosdoshme të ndjejë emocion dhe mendoj që arti i ka përcjell emocion në një formë të jashtëzakonshme. Enea ka pasur pasion apo duke u rritur, do të thënë fillo arti në përgjithësi dhe çfarë ka pëlqyer më shumë? Se arti ka shumë brenda, këto ka muzikën, ka pikturën, ka aktrimin, ka Që ke ti art çdo gjë. Po, shiko. Të qenë artist nuk ka të bëjë thjesht me të pasur një profesion të caktuar. Artisti ka një detyrë më të madhe në shoqëri. Që do të thotë ndoshta me një farë forme ndikon të shoqëria në formë të drejtë për drejtë ose jo. Mund ta shprehë artin e tij nëpërmjet veshjes, komunikimit, kontakteve, qasjeve ose vendimeve. Dhe mendoj që është domosdoshmëri për shoqërinë sepse sjell një trajt ndryshe të menduar. Ne ecim gjithmonë me idenë të qenurit në kundërshtim të realitetit ose të parë realitetin në një formë ndryshe. Dhe mendoj që kjo është realiteti i qenurit artist. Është e vështirë. Duhet patjetër që të kesh informacion dhe të kesh sa baza në të cilat të ndërtosh një marrëdhënie të shëndetshme mbi gjë. Duhet kultivuar arti, nuk është aq kollaj. Kas për të arritur ato nivele të cilat ne diskutojmë për një art profesional, gjithmonë. Pastaj unë e kam nis sepse e kisha file të brendshme, ata është vokacion. Doja që artin ta kisha me vete, e kam nis fillimisht si një hobi i zakonshëm, kam pas një dëshirë shumë madhe dhe për muzikën gjithashtu. Veshja po ishte një gjë e cila kompliment. E kam dashur gjithmonë që të isha ndryshe dhe mendoj që kjo ka të shtyr gjithmonë që të dëshirën për të qenë ndryshe ta referoj më drejt, ta referoj aty ku duhet. Pastaj sigurisht kam pas kundërshtimet e mia, nuk kam dashur në një farë forme sepse personi shoqëror të ndërkohë, familja, jo dhe aq, po në një farë forme është gjithmonë ekonomia në bazë dhe ne dimë që në një treg vogël si Shqipëria arti nuk është parajsa më e mirë për të eksploruar anën ekonomike. Po përsa po të bën ndjesh të mirë, besoj se është në mund të shojë parajsë. Pyetja është a mjafton. Perfekt. Kështu që nëse i hym kësaj tematike, mendoj që tu ha debat, sepse për disa individ të cilët nuk e kanë konfidencën e mjaftueshme që ta kalojnë këtë fazë, mendoj që do jetë pak e vështirë. Të rinj, dua të ti për të rinj, përfshihen sa përfshin ata në aktivitetet artistike, si shikon ti? Kam dëshirë. Shiko, të rinj kanë një energji të jashtëzakonshme. Sot brezi ka ndryshuar pak nga pesa më parë, informacioni është më i gjerë, ka dy anë, si gjithmonë medaljes. Ana e parë është që duke pas të AI-in që është në zhvillim sipër të ndihmon që të kesh një produkt final më të shpejt, por nga ana tjetër të ulë aftësinë për të krijuar vetë. Po. Kreativiteti bie si pasojë e një shortcuti, pra një rrugë më të shkurtër për të arritur qëllimin. Dhe qëllimi nuk është gjithmonë thjesht kjo është një vepër, qëllimi është për njerëz ndryshëm, por mendoj që qëllimi i artit është të përfaqësojë një qasje ndryshe ose të krijojë një realitet ndryshe për masën. Cilat janë shumë të quajmë probleme që hasin të rinj, për shembull. Zakonisht kur për këto të rinj që duan të merren në përgjithësi me art. Si shikon dhe ti? Që do të thotë, e para është një punë.
Sepse të gjithë duan që të arrijnë shumë lart shumë shpejt, gjë e cila nuk ndodh. Mendoj që njeriu ka nevojë që, siç e thash, kultivohet, fitoj eksperienca, të provojë. E ta provoj veten në realitete të ndryshme, sepse jo domosdoshmërisht fakti që ti je i mirë në një fushë do të bëjë që të shkosh lart. Mendoj që të qenurit gjatë gjithë kohës konsistent në qëllimin tënd dhe të besuarit në vete do të çojë larg, po gjithmonë i bazuar në punë. Këto qasjet fiktive tipit që unë do jam më i miri, unë një ego nuk është e mjaftueshme për të qenë i mirë në art, sepse kërkon shumë sa kaq. Ka hapësira mjaftueshëm për të rinjt? Shiko, ka. Unë mund ta them nga eksperjenca personale, unë aktualisht që flasim jam i angazhuar. Vi sidomos nga ata të rinj që kanë qenë shumë agresiv tek pjesa që shikon se nuk u bëhet asgjë etj. Jam munduar që ta kthej atë në vendim në punë edhe e provova që të kuptoj se si funksionon realisht. Mendoj që ka drejtori të cilat po investojnë shumë të rinj. Unë jam pjesa e grupit tani dhe di të them që ata po japin një ndihmë shumë të madhe të artit, sidomos grupeve jo formale, është nga këto të cilat e kemi për herë të parë. Mendoj që do të shërbej shumë të rinjve sepse jo gjithmonë ke një organizatë, jo gjithmonë je shumë mirë me letrat dhe nuk kemi ekonomistë dhe juristë. Dhe këtë gjë duhet ta kuptojnë ministrit, pavarësisht se ka një protokoll në cilin ata ndjekin në mënyrë se si shpërndajnë buxhetet. Kjo është një mënyrë e mirë për t'i treguar të rinjve që kanë një qasje e cilën jo për të qenë shumë i mirë, domethënë me letra, po mund ta bësh. Po, kishte, nuk e di, ti e di më shumë këtë pjesën, mund rajmi kishte një koncert nëse nuk gaboj, me kitarë, të gjithë kitaristët, bashkëpedagogët e saj dhe kryeministria, dhe mua kjo më pëlqeu. Më tregoj për diçka për bashkëpunim dhe mua kjo realisht më pëlqeu shumë sepse jep mundësi të rinjve dhe të promovojnë, në rast edhe motra ime. Edhe të rinjt e tjerë, më kupton dhe kjo gjë më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Mundësit janë gjithmonë për ata të cilët duan që t'i shohin. Prandaj thash, njeriu duhet të angazhohet, të në moment angazhimit ti krijon vizibilitet. Njerëzit njohin figurën tënde, njerëzit njohin angazhimin tënd, dhe ti e mundësi sa të testosh veten dhe sa të vlen lëkura më thojza për atë shprehjen e famshme që kemi në shqiptare, sepse në fund ditës kjo është, shiko, është një luftë shumë e madhe, sidomos lufta brenda llojit, aty se ka një ego që shumë e madhe, është e vërtetë ka përcesht luftën brenda llojit sepse do bashkëpunim. Duhet krijohet një edukatë e përgjithshme që vjen sidomos nuk nis nga vetja. Unë jam vënë gjithmonë që të krijoj një grup të mirë bashkëpunimi dhe pse jo ndihmoj njëri tjetrin. Mendoj që mendimi kritik edhe brenda nesh, jo shumë profesional, po ai mendimi i lirshëm shoqëror të ndihmon edhe për ta parë veten më ndryshe. Kjo gjithmonë është teoria e lutërit, pra që duhet ndonjëherë pas herë ndalosh dhe ta reflektosh tek vetja, ta shikosh veten nga jashtë dhe të kuptosh se ku po shkon. Nëse ke të qartë qëllimin se ku do të shkosh, nëse ke të qartë që duhet shumë punë dhe ti je gjithmonë i vërtet me gjërat që po bën, mendoj që do të shërbej. Si mund të përdoret arti si mjet për të sjellë ndryshime pozitive në komunitet? Ka forma ndryshme. Unë ta thash në fillim që arti ka lindë si një nevojë e njeriu për shpreh emocionet e veta. Domethënë që në gjenezë njeriu ka pas një nevojë për t'tregu prezencën. Dhe duke nis nga prezenca është egoja personale e njeriu për të treguar që unë kam këtë gjurmën time, pra unë kam këtë elementin tim që më Si kam poezinë, më? Është kjo? Ajo që po, poezia është art shumë interesant. Unë që të shprehim her pas here në atë. Po, dhe bën mirë, mendoj që të duhet, se duhet duhet ndritare që ti të shprehesh veten në një formë ndryshe pa pas frikën e paragjykimit. Në art, paragjykimi është domethënë gjatë gjithë kohës bashkëpunëtar, sepse ne gjykohemi vazhdimisht për sa kohë ti ke zgjedhur që të bësh një marrësh një nisëm pak që prek edhe masën, mos diskutohet. Kështu që në këtë sens mendoj që duhet të dish dhe ta pranosh edhe mendimin ndryshe. Problemi që kanë artistët në përgjithësi, sidomos kur nuk janë shumë profesionale, është që nuk e pranojnë mendimin ndryshe. Dhe mendoj që kjo nuk e çon përpara. Debati është një nga gjërat të cilat gjithmonë kanë qenë shoqërinë përpara. Dhe them këtë sepse duke përplas mendime dhe duke nxjerrë ca konkluzione të reja mbi një qasje që ti ke, do të ndihmoj shumë edhe të plotësosh ca pikë pyetje që masa ndoshta nuk i ka zgjidhur akoma. Si ndikon arti në zhvillimin personal dhe profesional tek njeriu? Të nuk mund ta them sepse është shumë personale. Njerëz të ndryshëm kanë qasje të ndryshme për qëllimet e veta, për njeriu lind me ca tools, me ca të dhëna, të cilat ka aftësinë t'i zhvillojë ose jo.
Them këtë sepse jo gjithë lindi me karakteristika të njëjta. Kjo na bën të veçantë. Kështu që nëse din të përdori mirë anët tona pozitive, anët tona të forta, mendoj që mund të marrësh frutë shumë mira dhe shpejt. Domethënë ka disa njerëz të cilën se është kjo gjithmonë kjo teoria e famshme e artit që talent lind, a e kupton, apo artist. Po, e kam kuptuar. Pra, kjo Unë nuk e besoj. Kjo është një fluks e madhe në të cilën njerëzit shpesh i gënjehen, mendoj unë. Sepse nuk mjafton thjesht të kesh talent. Duhet të shumë punë. Duhet shumë punë, duhet shumë vullnet, duhet një emocion dhe një vokacion i brendshëm që të çon gjithmonë tek e vërteta jote. Arti, nëse nuk lidhet me vërtetën tënde dhe nëse ti nuk don një identitet në të, nuk krijon atë veçantinë në cilën ty të ndallohesh nga tjerë. Pra nuk je artist në qoftë nuk je i vërtetë. Po, pavarësisht se arti thonë që është një vënjeshtër e madhe, unë mendoj që simbolikat në art kanë treguar shumë dhe kanë ndihmuar në një kohë shumë gjatë historisë tonë për treguar dhe ca të vërteta. Nëse të vërtetat janë 100% vërteta ose gjysmë vërteta, të nuk e themi dot. Por di që ka qenë një nevojë shumë e madhe e njeriut për të lënë një gjurmë për të i shkrimit. Dhe mendoj që si bashkëpunëtari i tranzicionit historik që ka njeriu si qenie, e ka ndihmuar shumë. Çfarë mesazhi do jepje të rinjve, të cilët do hezitojnë të ndjekin pasionin e tyre ndaj artit? Nuk ka asnjë mënyrë të mirë për ta vendosur veten në pozitat që ti duhet zgjedhësh patjetër një gjë shpejt. Unë me parimin që nëse nuk kemi një motiv ose një detyrim për të zgjedhur, mënyrë është mos të zgjedhësh, po të presësh momentin kur ti realisht duhet të zgjedhësh. Unë mendoj që eksperimenti duhet bërë, njeriu duhet të njohë veten fillimisht. Ka njerëz që nuk e njohin, ndoshta dhe e njohin shumë vonë se cila është gjëja që i pëlqen në jetë dhe kështu humbin edhe atë energjinë e brendshme dhe humbin dhe busullën e cilën është e bukur që ta provojnë. Po patjetër, duhet të eksperimentojnë dhe duhet ta bëjnë në formë vullnetare. Vullnetarizmi për shembull është një gjë e cilën shumë njerëz që kanë njohur i kanë ndihmuar të ecin përpara se të krijon kontakte. Në këtë fushë ku jemi ne. Po dhe jo vetëm, gjitha fushat mendoj unë. Gjëja që bëjmë shumë nga gjitha janë kontaktet. Sepse të qenurit në vendin e dur, në kohën e dur nuk ka për të ndodhur kurrë nëse ti nuk e ke veten në pozitën për qenë. Po. Të drejtë po ja do unë që momenti ti mund të presësh po nuk vjen dhe kurrë, edhe humbet domethënë. Kështu që cila janë mënyrët që duhet ta provojnë, duhet të jenë prezent. Duhet të jenë prezent. Pastaj guximi do vi me rrugë. Si imagjinon të ardhmen e artit dhe të kulturës rinore në vend? Di që janë bërë disa politika të mira për rinjin. Ka një për herë të parë shoh një frymë ndryshe për artin dhe kjo gjë më pëlqen shumë. Ministria e Kulturës ka nxjerrë disa thirrje rreth dhe Bashkimi Evropian po jep një qasje akoma pozitive artit. Nuk kam një ankesë për sa i përket çështjes që apo investuar nga ABO, mendoj që thjesht duhet katalizatori i lidhjes ndërmjet buxheteve dhe artistëve duhet të jenë pak më i shkurtër, jo kaq shumë burokratik, sepse shumë artistë humbin veten tek çështjet burokratike dhe nuk e kanë më thelbin tek arti vet. Pra, çfarë do të them këtë? Domethënë, duhet të qenë se ka ca procedurë ligjore, njeriu ka atë lodhjen mentale si artist që të shkon në merrem me letra shumë. Pra ne tu bëjmë gjën tonë dhe aty ku ndihemi rehat dhe aplikojmë. Dhe këto letrat ndonjëherë na e presin atë emocionin e realisht produktit që do nxjerrim. Po për sa i përket investimit mendoj që do jetë mirë, shikoj që ka një qasje më pozitive edhe për sa i përket masës, mënyrën se si e mendojnë artin dhe se si i vlerësojnë artistët, se ka pasur jo mëse artista ai. Kjo është shumë fyse për një artist. Sepse mëse artista ai unë njoh njerëz që kanë lënë gjurmë shumë ndaja në botë vetëm në rrjetë arti. Kështu që ne jemi falënderues ambasadorëve që kemi nëpër Europë, se na e kanë ngritur emrin shumë më shumë se shumë nuk ngrihesin nëse do kishim vetëm këto anën politike, si i thonë, ose anën e politikës jashtme. Kështu që mendoj arti ka qenë një profesor shumë i denj i Shqipërisë historikisht nëpër Europë, sepse ne kemi artistë shumë mirë në të gjitha fushat e botës. Kështu që duhet të një falënderim për artistët patjetër. Patjetër që po. Unë gjej rastin që të falenderoj patjetër. Edhe neve i falenderojmë patjetër. Momentin më të bukur të tëndi që ke përjetuar gjatë kohës që je angazhuar në art. Ti vazhdon akoma po momentin më të bukur. Apo ndoshta është duke ardhur. Shikoj, kulturia vjen me faza. Ka momente të cilat ti dyshon edhe a di pikturoj. Ka ndrana që ka ndjerë me vete. Mendoj që ka pas momente shumë bukura, për shembull 60 vjetori, fakti që isha
në sken përballë figurave që kanë lënë një histori të jashtëzakonshme në Universitetin e Arteve dhe Akademinë e Arteve. Domethënë për mua ka qenë një moment shumë monumental në karrierën time dhe mendoj që ta mbaj më gjatë, sepse kisha në sken njerëz që kanë lënë një ndikim të jashtëzakonshëm për sa i përket tranzicionit të artit në Shqipëri dhe zhvillimit që ka pas. Figura që ke admiruar. Patjetër, kam një besim të jashtëzakonshëm edhe fakti që isha sken në formë para atyre duke dhënë kontributin tim dhe historia e Deçi fati e Deçi është ajo që them. Fati e Deçi momenti i erdhi dhe unë ndova që t'jap atë gjurmën time. Mendoj që ka qenë një moment shumë i mirë im. Siç ka pas momente tjera në të cilat kam marrë pjesë në ekspozita, po mendoj që momentet e lumtura ka pasur, sidomos nuk kam pasur të bëjnë me kontributin e masës, me angazhimin e rinjve, me krijimin e kësaj frymës, se fryma është shumë e rëndësishme. Mënyra se ti motivon njerëzit tregon shumë për një person që më përsipër një nis. Dhe kjo ndal një person i cili është një lider i shëndetshëm ose jo. Njerëzit kanë super fuqi kur marrin atë frymëzimin e nevojshëm dhe atë frymëzimin e duhur, sepse ndonjëherë ka njerëz që e humbin buzullën gjatë rrugës dhe nuk e dinë as vetë ku e kanë atë hyrjen që shkëlqen. Është e rëndësishme që ne t'i drejtojmë edhe kur e humbim buzullën të gjejmë gjithmonë atë gjën e mirë te kjo piktura e keqe. Pra ka gjithmonë një element mirë kudo. Duhet ta shikojmë gjithmonë me optimizëm çdo lloj çështje, sepse e vetmja mënyrë për t'ia dalë është duke ndihmuar njëri tjetrin duke i vënë duke gjërat e mira. Nëse flasim vetëm për qiejt, formullat na duhet tek ato. Kështu që kjo është, domethënë mendoj që duhet patjetër të ndaj të angazhimin e masës dhe dëshirën që kanë pasur gjithmonë për të bërë mirë në komunitet. Kjo është dëshira më e madhe e artistit, të jap hapësirë çdo individi dhe çdo bashkëpunëtori që të kenë një gjuhë komunikimi dhe pse jo të ndihmojmë njëri tjetrin. Nëse do mund të realizojë një projekt artistik pas një kufizi, cili do të ishte ai? Unë kam një projekt gjatë që po mundon të implementoj, ka të bëjë me rinin, ka të bëjë me adoleshencën si mosh dhe problematika që ka. Të gjithë individët cilët prandaj lidh me atë keqe lëkimin. Të gjithë personat që për hir të fatit, për hir të tanave nuk kanë pas një jetë shumë të mirë ose janë gjendë ca tana të cilat kanë marrë vendime që nuk janë krenar sot. T'jap mundësinë atyre të shprehen, t'jap mundësinë të japin zë, dhe të lënë një mesazh për gjithë pjesën tjetër të cilët nuk kanë arritur akoma të gabojnë. Një nga këshillat e vetme që lejove për rinin do ishte që njeriu gjithmonë do ta provojë kulisin e vet që nxjerrë një mesazh, është një mësim nga gabimet e tjera. Dhe të mos arrin pikën që të humbë vetes ca mundësi shumë të mëdha për një hiç gjë. Mendoj që jeta është barazimi i momenteve të cilat ne zgjedhim të bëjmë gjën e duhur ose jo. Dhe për ta gjetur se cila është gjëja e duhur, duhet të jesh pak më vigjilent për situata. Dhe kjo i çon të rinjt të marrin vendime të shpejta të gabuar dhe të nxjerrin nga ai fokusi shoqëror, të bëhen direkt të cilat shoqërisë dhe rrjedhimisht të humbin veten dhe të mos ta shprehin potencialin e tyre. Kam dashur bëj këtë hapësirën mediatike, në cilën të rinjt tregojnë eksperiencët e tyre të këqija dhe duhet hape edhe një ekspozitë në fakt, duhet hape një ekspozitë ku ato problematika që ata kanë, avacionin që ata më tregojnë, mund ta kthejnë në një pikturë për t'i treguar se sa i keq mund të jetë realiteti dhe se sa si mund të interpretohet në art, dhe si ndikojë arti tek realiteti. Dhe nëpërmjet sa t'javë mesazhin që shiko, nga çdo gjë mund të nxjerrë një mesazh, por rëndësi ka se si ne reagojmë ndaj mesazhit. Kështu që ky është një projekt që kisha qejf, pastaj ka shumë gjëra tjera të cilat duhet të shpërndarin sepse ato do integrohen dhe do bëhen më organike me kohën. Bravo, i lëm, I lëm, ta surpriza. E ne është faleminderit. Shumë kënaqësi. Edhe për mua, ashtu.